Kryetari i komunës së Haraçinës Daud Beqiri, i shoqëruar nga zëvendës Ministria e Transportit Kaltrina Zekolli Shaqiri, kanë përuruar sot rrugën 14 në fshatin Haraçin. Ky projekt është një nga shumë projektet e fituara të komunës së Haraçinës nga thirrja e dytë e qeverisë për mbështetje ndaj komunave. Për kryetarin Daud Beqiri, bashkëpunimi qeveri-komun sjell rezultate të dukshme dhe të prekshme në teren, projekte të cilat sipas të parit të Haraçinës përmirësojnë përditshmërinë e qytetarëve. Mirë, po në këtë rrugë nuk është bërë vetëm asfaltimi, paraprakisht është bërë edhe infrastruktura e plot nëntoksore, pra është bërë realizimi i kanalizimit atmosferik dhe fekal. Kostoja e këtij projekti ka vlerën afërsisht 10 milion denar, që do me thonë një investim serios për përmirësimin e jetës së qytetarëve tonë. Ky projekt është fituar nga thirrja e dytë e qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut në kuadër të financimit nga Kredia Hungareze. Do me thonë me angazhim, me përgatitje të projekteve, edhe ne si Haraçin dim të përfitojmë projekte dhe të sjellim investime konkrete në teren. Zëvendës Ministria Zekolli deklaroi se ky nuk është projekti vetëm që realizohet në Haraçin me mbështetje të qeverisë dhe se projektet të cilat përmirësojnë jetën e qytetarëve do të mbështeten edhe në vazhdimsi nga qeveria. Gjithsejt janë 6 projekte me vlerë prej 54 milion denar. Kjo është vetëm fillimi nga qeverisja jonë që po bëjmë për decentralizim dhe për fuqizim të komunave dhe besoj që bashkarisht me koordinim të mirë dhe bashkëpunim do të bëjmë të mirën për qytetarët e këtij vendi. Rruga e lëshuar në përdorim është e gjatë 1 kilometra, kurse e gjerë 5 metra dhe veç asfaltimit përfshin edhe punimet nëntoksore, po edhe shtek për këmbësor me gjatësi 500 metra. Kreu i Haraçinës mes tjerash paralajmëroi intensifikim të punimeve në teren në të gjithë territorin e komunës së Haraçinës.